Kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha ka bërë një deklaratë të fortë në lidhje me qeverinë, teksa prezantonte programin e Partisë Demokratike për sigurinë dhe rendin. Kryedemokrati Berisha tha se ka pasur edhe ministra që kanë urdhëruar vrasje. Megjithatë, Berisha nuk përmendi emra. Për fatin me të keq, rendi dhe siguria janë tërësisht në duart e krimit, ku në qeveri ka ministra që janë marrë me porosi vrasjesh, ka ministra që janë marrë me benefite nga trafiku i drogës, vetë kryeministri është një padrino që mban koordinator për veprimtarinë e bandave, vetë kryeministri është shtruar në krye bashkëpunëtorin e organizatave kriminale më të fuqishme shqiptare, të cilave, si të shifni vetë, po krijon mundësinë e artë të investimit të miliarda euro e të tyre në Shqipëri.